Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro zhvilloi një takim pune me drejtuesit e zyrave vendore të arsimit para universitar dhe të drejtorive rajonale të arsimit në të gjithë vendin për nisjen e analizës së maturës shtetërore 2026, duke vlerësuar angazhimin e të gjitha institucioneve arsimore, administratorëve, monitoruesve, vlerësuesve, drejtuesve të shkollave si dhe të policisë së shtetit dhe postës shqiptare. Ministri Kumbaro theksoi se procesi u zhvillua në një mjedis të qetë, të sigurt dhe me standarde të larta, ku çdo maturanti u garantua mundësia barabartë për të dhënë njohuri dhe aftësitë e fituara gjatë viteve të shkollimit. Kjo u reflektua edhe me rezultatet më pozitive krahasuar me një vit më parë. Tashmë janë publikuar rezultatet e të gjitha notave dhe të 4 provimeve të zhvilluara dhe maturantët sipas dëshirës tyre kanë pasur edhe mundësinë të marrin kopjen që është procesi i cili po ndodh, kopjen e tezës të provimeve të zhvilluara. Edhe kjo në një proces tërësisht të digitalizuar dhe online. Në këtë proces, për fat keq, nuk mund të mos ndodhe, ka pasur dhe disa episode të papëlqyeshme, disa përpjekje për të devijuar nga rregullorja e maturës shtetërore, e cila ka qenë edhe kushtetuta jonë gjatë këtij procesi, e zbatuar, e respektuar dhe e pa negociuar në asnjë rast për ta shkelur atë. Keqardhje për 31 maturant, që në përputhje me rregulloren janë përjashtuar nga provimet të shpërndarë në vende të ndryshme të Shqipërisë, por për fat të mirë, falë reagimit dhe trajtimit në kohë rekord, këto përpjekje nuk e cënuan procesin e testimeve në nivel kombëtar. Dhe sot kemi vërtet një proces model të realizimit të provimeve të maturës shtetërore. Përsa i takon rezultateve paraprake, kemi një lajm pozitiv, që në gjitha provimet kemi një rritje të kalueshmërisë së maturantëve krahasuar me vitin 2025 dhe vitin 2024, jo vetëm kaq, por dhe një numër më të lartë të vlerësimeve maksimale me notën 10 krahasuar me vitet e mëparshme. Ndërkohë, norma e maturantëve që nuk ka kaluar me sukses të paktën një prej provimeve varion nga 0.98% në lëndët me zgjedhje deri maksimalisht në 2.5% në provimin e matematikës. Matura shtetërore 2026 ishte një rrugtim që na rikonfirmoi se suksesi është rezultat i punës së vazhdueshme, i konsultimeve, i testeve, model edhe sprovave të bëra në të gjitha shkollat e mesme të Shqipërisë. Një këshill kjo që vlen edhe për maturantët e vitit të ardhshëm shkollor 2026-2027. Kumbaro gjithashtu bëri thirrje maturantëve të ndjekin kalendarin e aplikimeve në universitet, tashmë e publikuar. Nga data 27 korrik deri me 1 gusht, maturantët do të përzgjedhin programet e tyre të preferuara përmes portalit U Albania.